Efi Dhedhes vendosi të jap disa këshilla jete që duket se i drejtohen tërthorazi ish mikeshës së saj të ngushtë Mikela Pupës. Mikela e ftuar në një emision në Andale Media foli për herë të parë për prishjen e miqësisë së tyre dhe tregoi mes rreshtave se arsyeja për ndarjen e tyre ka qenë dhe sjellja e Efit pas popularitetit që mori në fund të Big Brother VIP Albania 2. Efi postoi disa video në storyt e saj në Instagram ku nisi të thoshte: "E nisim ditët me një këshill pozitive, sa herë të shihni dikë, dëgjojeni dikë që mund t'ju ul vlerat ose energjinë ose t'ju prish ditën, ju aty merrni akoma më shumë fuqi dhe jepini, se sa më shumë njerëz të flasin keq për ju, do thotë se jeni në rrugën e duhur." Mëtej Efi vazhdoi: "Nëse jeni i mirë me të gjithë, do thotë që diçka nuk shkon me ju, sepse njeriu nuk mund të përshtatet dhe të pëlqehet nga gjithkush, pra i bie që po shtireni, kështu që mos gënjeni veten." Mëtej Efi vazhdoi: "E di cila është një nga fazat më të bukura të jetës? Atëherë kur ti ndalon së qeni një viktim, kur ndalon së fajsuarit të tjerët për problemet që ti ke në jetë."